Nga Ministri i Gjermanisë jemi sot këtu për t'i dhënë mbështetje gjithë atyre trive që sot që gjatë këtyre 20 ditëve ndodhin në Tiranë dhe për t'i dhënë një mesazh qartë qeverisë që ka ardhur momenti për t'i dhënë Shqipërisë atë që meriton, për t'i dhënë Shqipërisë një parlament të zgjedhur nga populli dhe jo nga kryetarët e partisë. Jemi këtu për t'ju bashkuar dhe nuk do të ndalojmë deri në tërheqjen e Edi Ramës. Qeveri teknike dhe zgjedhje të parakoshme. Faleminderit. Dhe bashkojmë protestat. Neve jemi qenë gjithmonë prezent në çdo protest. Ne kemi qenë ata të protestës janarit, dhjetorit në minus 10 gradë, 12 gradë, gjithmonë që atë u flet, gjithmonë që nevoja flet, diaspora është këtu. Do të ka qenë, do të jetë dhe pse larg fizikisht, me zemër, me mendje, me shpirt, kemi qenë, do të jemi dhe do të vazhdojmë që të jemi. Kjo qeveri duhet të largohet, ky sistem pas 36 vite duhet të hapë rrugë, duhet të bëjë të mundur që rinia të marrë drejtimin. Ajo klasë politike duhet një orë më parë i hapi rrugë rinisë, sepse veç e ka përzënë, e ka bërë të pamundur që kjo rini ky vend të eci përpara. E kanë bllokuar me mekanizmat e tyre edhe është e pamundur që neve të vazhdojmë edhe të emigrojmë dhe në ditën e sotme. Faleminderit. Shumë faleminderit për mirëpritjen e për gjitha. Atëherë, Dhe bashkojmë protestat Tirana apo? kjo është e qëllimi. Ne kemi lançuar këtë protestë nga Britania, aty ku është tempulli i demokracisë, ku ka një traditë shekullore. Kjo është java 3 sot që protestojmë në Londër para ambasadës shqiptare dhe vim me një qëllim me organizu diasporën dhe për të larguar nga pushteti parin e cila e ka marrë pengat dhe unë. Ka 36 vite që na qeverisin në mënyrë jetë e drejtë. I kanë largu, e kanë shpopullu Shqipërinë. Kemi ardhur me bashku zonin me qendrështar, me i largu nga pushteti ato që po largojnë shqiptarët, që ka 36 vite që largojnë e që vazhdojnë të largojnë shqiptarët. Ne kemi ardhur me kërkesa shumë të qarta për me qartësu objektivat e protestës së Tiranës. Kërkojmë ndërheqjen e qeverisë pa kushte. Kërkojmë që të mandatohet një qeveri teknike e cila ta udhëheqin atë dhënë për 12 muaj derisa të realizohen krejt proceset demokratike. Ato çfarë i kemi lënë mes në vitin 1991 duhet të realizojmë në 2026. Qeveria teknike e cila duhet udhëheqë atë dhënë për 12 muaj duhet të mandatohet. Qeveria teknike që duhet drejtojnë atë dhënë për 12 muaj duhet të mandatohet. Një, që ta çojnë vendin në zgjedhje dhe të ndryshojmë kodin elektoral nga kod elektoral proporcional në kod elektoral proporcional kombëtar, i cili garanton dhe bën të parazvleshme votën e çdo shqiptari, nga Saranda në Tropoj, nga Korça në Shkodër. 2. Duhet him me listat hapura, sepse ajo çfarë kemi parë tani këto çojnë jeni qartë, të çojnë shërptor në parlament, të cilët çojnë kartona dhe ulin kartona, edhe kur votohen në parlament ligje të cilët janë në dëm të shoqërisë dhe dheut. Ne duhet të çojmë në parlament deputet të cilët kanë principe dhe moral, deputet të cilët munden me akthy parlamentin vlerash në parlament funksional, sepse ajo çfarë kemi parë 36 vite nuk është eksakt çfarë shërben dheut. 3. Duhet të garantojmë që numërimi të bëhet elektronik dhe jo me fanatik partizan partish, të cilët ne deformojnë zgjedhjet dhe kemi pa përçutnim zgjedhësh në 36 vite. Pra, të kemi numërim elektronik siç e kanë vëllezërit tonë në Kosovë, që të kemi zgjedhje të ndershme, të rregullta dhe rezultatet të dalin kohë rekord. 4. Duhet bëhet depolitizimi i mirëfillt të administratës, që administrata mos të përdoret më në zgjedhje, të cilët ndikojnë në rezultatet e zgjedhjeve. Dhe mbi të gjitha, kjo qeveri teknike duhet mandatohet që të bëjë një auditim të plot, sepse statistikat thonë që në 200.000 në punë civil që ka sot Republika e Shqipërisë, 80.000 janë patronazhistë, të cilët paguhen pashku në punë, dhe këto njerëz janë patronazhistë të cilët deformojnë zgjedhjet. Dhe e katërta, kërkesa fundi është që të kthehen dhe i herë mekanizmat e referendumit. Demokracia direkte, që nëse nesër do kemi një kryeministër që kërkon me marrë terren, si kryeministër autoritar me anë të mekanizmave të referendumeve, ne mundna me ja çunit kartoni kuq dhe me anal turrin kur ato propozojnë ligje në dëm të dheut. Ju falenderoj.
ishin për jetë. Ne vim nga Italia, nga Anglia, nga Gjermania, nga Belgjika, nga gjitha ne. Po shqiptarët këtu, ku janë? Ku janë administrata? Ku janë populli thjesht? Se s'bashkohen me ne, po bëjmë me dura, huga. Gjithë duhet të këmë bashkë. Jemi gjithë shqiptarë për një flamur. Faleminderit gjithë. Lujti madhi Zoti inshallah sot. Lujti madhi Zoti. Një fotografi, masha të keqen.
Troje te veta!